me njëri tjetrin, se nuk del mirë. Nuk të del mirë, se sot fitove, po javës tjetër kur të hash dru, si do ja bësh që të dalin gjithë ata kundër, dhe do të kthehet në vend që ne të merremi me ndeshjen, ne do të merremi me stolat, karriget, shamet. Kjo s'na pëlqen. A e pjat ndeshjen ti Tirana Elbasani? Po? Në stadium kombëtar? E di se i ka vajt fatura Tiranës? 3.500 veta ishte aty. 17.000 euro, stolat thyra. Shko shikoj që, se ju bëni vetëm këto, se shef si që nëmë, 17.000 euro, vetëm stolat që janë thyra ditë. Atere, kur vinë 3.000 veta, dhe ti pëson 17.000 euro dëm, me karrige, me stola, edhe ajo që ndodhin Vlora në kalume, atere, falë dha, tu kemi problem madh. Unë di që për klikime duhen këto gjëra. Për një më flet njëri, ne po bëjmë mua bet sporti. E më sporti, po s'po bëjmë sportin. Jo, edhe ai për klikime bën atje. Kush e bën ai? E mban presionin mi vete, se kjo është logjika. Ka pa Mourinho, që ta shkarkojmë skuadrën na presioni, se kam mësuar te shkolla aty tek federata, që ta shfutojmë skuadrën na presioni. E merr presionin, Felipe Scolari, kampion bote. Edhe suksesin ta marrë vetë. E merr Felipja. Jo, ta lemi çik. Themi pak